Të shpëtosh një jetë e ke në gjak. Kështu u emërtua dita sensibilizuese për dhurimin e gjakut e zhvilluar në ambientet e Departamentit të Infermierisë pranë Universitetit të Shkodrës Luiç Gurakuçi këtë enjte. Aktiviteti i Departamentit të Lëndëve Klinike dhe Paraklinike u organizua në bashkëpunim me Kryqin e Kuq Shqiptar dhe klube studentore. Ai kishte si synim sensibilizimin e të rinjve për të kontribuar në shpëtimin e jetëve njerëzore. Fokusi i fushatës së kësaj dite ishin personat që vuajnë nga talasemia. Gjaku sot shkon në Tiranë për pacientë talasemik dhe shpërndahet në Lushnjë, në zonat që kanë nevojë për pacient talasemik. Fatmirësisht në Shkodër ne nuk kemi pacient me talasemi major. Talasemia major është ajo forma e anemisë e tillë që ka nevojë për hemotransfuzion. Ne mund kemi në popullat me talasemi minor, është një formë që në popullat mund të jetë edhe shehur dhe pas simptoma dhe nuk kanë nevojë për hemotransfuzion. Aktiviteti që shënon edhe 20 vjetorin e bashkëpunimit mes Kryqit të Kuq dhe Universitetit u shoqërua me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të Qendrës Kombëtare të Transfuzionit të Gjakut. Studentët dhe personeli akademik nuk munguan në këtë ditë. Analizat që bëhen këtu janë sakta dhe dhurimi i gjakut është shumë efektiv dhe shumë pozitiv, dhe normalisht thirrje për tonë moshën teme është me ardhë dhe pse jo me dhuru gjak që me ardhë njerëzve në nevojë. Kjo fushat është një nga 10 transmismat që zhvillohen çdo vit në Shkodër në përpjekje për të krijuar rezerva të mjaftueshme gjaku në qendrat spitalore.